أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah në falendrojmë, salavatet, selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam ja dërgojmë. Sheikhun, sa për informacion e kemi prej Imam Meke, që Ministria Fes në Arabi Saudite ka pru në Kosovë në një, po thëmë, turne, edhe në Prizren është që 2 ditë, është profesor doktori tefsirit edhe lexuesi i Kuranit me 10 leximet, domethënë ekspert i kësaj fushë, edhe jep mësim në një prej universiteteve të vendit atje. Allah shpërbleft që ka ardhur. Jazakallahu khairan. Allah يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله سبحانه وتعالى ذكر سورة في القرآن، عدد سور القرآن 114 سورة، عدد سور القرآن 114 سورة. ما أعظم سورة منها؟ أنا أسألك. الله عز وجل thot I ka përmend në Kur'an I ka zbrit 114 sure. Tash na pyet ky neve thot cilla është surja më e madhe edhe më e vlefshme në Kur'an? الفاتحة. أحسنت. الفاتحة. قال صلى الله عليه وسلم: ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها. فهي أعظم السورة. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka përmend këtë që përmendet ju, domethënë se nuk ka zbrit në Teurat as në Zabur as në Injil të madhe të vlefshme sikurse kjo surja, pra suratul Fatiha. Pra manë men surja Bekara është e vlefshme, ama nuk është më e vlefshme se surja Fatiha. وكل قرآن عظيم، لكن أعظم سورة الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد بن المعلى أحد الصحابة: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فلما أراد أن يخرج من المسجد قال له: يا رسول الله، لقد قلت لي لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، هي فاتحة الكتاب والسبع المثاني. الحمد لله رب العالمين. Kështu për këtë fakt që është surja më e mirë, pejgamberi alayhi salatu wasalam njërit prej sahabëve, shokëve të tij, I ka thonë kam të mësu njënën prej surëve apo surën më të madhe, më të vlefshme në Kur'an. Pastaj mas një neje aty, sikur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka harru, edhe ka fillu me dal jashtë, ai sahabiu ka insistu, edhe I ka thonë ja Rasulullah, më thaje që dën me më mësu surën më të vlefshme në Kur'an, po nuk më tregove. Ka thonë po, edhe është këtu Rasulullah sallallahu alajhi wasallam I ka thonë ajo është surja Fatiha wa sab'ul mathani. Sab'ul mathani I bën shep 7 ajetet e përsëritshme që janë për qëllim prej ajetit parë deri në fundit, domethënë 7 ajetet e vlefshme të kësaj sure. سميت فاتحة الكتاب لأنها أول الكتاب. Kurse emrin Fatiha, që shqip I bjerë qelsi, ajo që qilet, diçka që fillon, për arsye thotë se është vendosur në fillim të Kur'anit e para, fillon Kur'ani me ta. سبع المثاني هي 7 آيات، مثاني قيل تثنى في كل ركعة، تقرأ في كل ركعة. Kurse 7 të përsëritshmet është për qëllim 7 ajetet, kurse të përsëritshmet për arsye se përsëriten në çdo rekat. واسمها أم القرآن وأم الكتاب. Po ashtu ka për emrave Ummul Kur'an, nana nëse përkthejmë bukfalisht e Kur'anit, po është për qëllim baza e Kur'anit, edhe Ummul Kitab baza e librit, se Kur'an edhe Kitab është I njëjti emër. وتسمى الرقية والشافية لأنه يقرأ على المريض بهذه السورة. وورد عن الصحابة أنهم رقوا سيد قوم أصابه لدغه ثعبان ثم قرأوا عليه بفاتحة الكتاب فشفاه الله، فتسمى الرقية والشافية. يستحب قراءتها في ماء وشرب الماء. Po ashtu quhet edhe ajo surja që lexohet për rukje edhe për shërim, me izin të Allahut shëruesja, nga se në rukje lexohet kjo sure, kjo është bazë në leximin e rukjes, lexohet disa herë, 7 herë ose më shumë më pak, I fryet njeriut për rukje, ose I fryet ujit, ose durve, pastaj fërkohet trupi, edhe në kohën e sahabëve dhe të pejgamberit alayhi salatu wasalam, ka transmetime që sahabët ja kanë lexuar këtë sure njerëzve që kanë pas nevojë. Njëri prej tyre është një prej prisave të një fisit të caktuar që e ka kafshu gjarpri, edhe kur ja ka lexuar sahabiu, ai është me lejet e Allahut të shëruar. وهي ملخص للقرآن كله. القرآن فيه ذكر التوحيد، توحيد الربوبية، الألوهية، أسماء الصفات، فيه ذكر القيامة والبعث والنشور، فيه عبادات، أوامر،
صلاة، أمر بالصلاة بالزكاة، كلها مختصرة في الفاتحة. Thotë, po ashtu, nëse shohim krejt Kur'anin, e kemi të mbledhur në surën Fatiha. Në Kur'an ka monoteizëm, tauhid, ka ligje, ka dispozita, ka histori, ka çdo send. Nëse i mbledhim ato, e shohim se në mënyrë të shkurtuar atë sa e pranon kjo sure në 7 ajete, krejt thot Kur'ani është në surën Fatiha. فأحيانا تأتي إلى مثلا كتاب مؤلف ثم يأتي المؤلف يذكر لك ملخص للكتاب في البداية. الفاتحة مثل الملخص للقرآن كله. Pra, autorët e keni pa kur të shkruajnë librat e veta, e marrin edhe e bëjnë një lloj përfundimi ose prezantimi të shkurt të librit, që ti nëse s'ke kohë me lexuar, e lexon vetëm çat pjesën e shkurt, çka do të thonë, qoftë në fund apo në fillim të librit. Kështu është edhe surja Fatiha, një lloj gjithëpërmbledhje e kret Kuranit. توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، الحمد لله رب العالمين، توحيد ربوبية وألوهية. الرحمن الرحيم، توحيد أسماء والصفات. Thot pjesa ku përmendet monoteizmi është fjala Elhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahmanir Rahim, te Elhamdulillahi Rabbil Alamin monoteizmi që ka të bëj me rububie dhe uluhie, me krijimtarinë e Allahut, po ashtu edhe me adhurimin. Kurse Arrahmanir Rahim përmend pjesën e tauhidit apo të monoteizmit, emrat edhe cilësitë e bukura të Allahut. لله 99 اسم منها الرحمن الرحيم في الفاتحة. Allahu Xhali ka 99 emra, thot prej tyre janë edhe këta në Fatiha. Kam fil Fatiha ku dhakart? الرحمن الرحيم. Ejwa, dy Ar-Rahman Ar-Rahim, dy emra prej emrave të Allahut Azza wa Jall. البعث والنشور، ما بعد الموت، والجنة والنار والقيامة والصراط والميزان، المفصلة في القرآن مختصرة في الفاتحة. مالك يوم الدين، يوم الدين يعني يوم القيامة، يوم الجزاء ويوم الحساب. Çka ka të bëj me momentin e vdekjes e anej, nata vorrit, xheneti, xhehenami, vdekja, ringjallja, krejt akidja, besimi i mas vdekjes, thot është shkurt te fjala Maliki Yawmiddin. Mbreti, ai poseduesi i ditës së gjykimit. Domethënë krejt çka përmendet mas vdekjes te fjala Maliki Yawmiddin është. إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، آيات الصوم، آيات الحج، آيات كل الأوامر والنواهي مختصرة في الفاتحة. إياك نعبد، أي لا نعبد إلا إياك، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. Kurse ibadetet, agjerimi, haxhi, Ramazani, të gjitha ibadetet, thot janë të përmbledhura te fjala Iyyake na'budu, ty të adhurojmë, sepse na me ibadete e adhurojmë Allahun xhaleshanu. Kjo pjesa thot e përmbledh krejt çet kapitull të besimit apo të ibadeteve praktike. عبادات القلوب، التوكل على الله والخشية من الله والاستعانة والاستغاثة، كلها في القرآن مفصلة في الفاتحة. إياك نستعين، أي لا نستعين إلا بك، لا نستعين في أمورنا الدينية الدنيوية إلا بك. Pastaj pjesën tjetër të ibadeteve, i tham ibadetet e jashtme, tash i kemi edhe ibadetet e brendshme, ato të zemrës. Thot krejt përmlidhen te fjala wa iyyaka nasta'in, prej teje ndihmë kërkojmë apo veç ty të lutemi, veç prej teje kërkojmë me na ndihmu, nga se krejt ibadetet që besimtarit zemrës i bën, veç Allahut i tutet, veç te Zoti shpreson, veç prej Zotit pret, veç ta mbështetet, etj, përmbledhen e qëta wa iyyaka nasta'in. الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا يا ربي وأرشدنا ووفقنا للصراط المستقيم وهو الإسلام. فأنت في كل ركعة تدعو الله بهذا. Pastaj është ajo pjesa e duas ku besimtari lutet edhe kërkon nga Allahu që ta forcoj me nejt mes frikës asaj që mos më bë mendje madhe etj, përmes kësaj fjale ihdina siratal mustaqim, në udhën rrugën e drejtë. من هم صراط المستقيم الذين هداهم الله إليه؟ صراط الذين أنعمت عليهم. يعني أنت تقول يا ربي اهدني للصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ قال الله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Pastaj kemi pjesën tjetër ku shehu po e përmend, domethënë që besimtari përmes duas gjithmonë me kërku lidhje me Allahun azza wajal, edhe me atë faktin që ihdina siratal ladhina an'amta alehim, na udhëzo në rrugën atyre me të cilët ti je i kënaqur. Kush janë ata? Na dim në ajete të tjera të Kuranit, ata janë Allahu azza wajal ka përmend
janë pejgamberët, janë burrat e devotshëm, janë shahidat, edhe janë njerëzit e drejtë apo të devotshëm prej besimtarëve. Pra 4 kategori që ata na duhet minjek, që kjo pjesa apo që ky ajeti i Kuranit i përmend çto 4 kategori. غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى. يعني يا ربي اهدني لصراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ولا تهدني ولا تدلني ولا ترشدني لصراط المغضوب عليهم وهم اليهود ولا تدلني على صراط الضالين وهم النصارى. Pastaj ajeti i fundit është që masi ti na udhëzosh Zot në rrugën e drejtë, në rrugën e pejgamberëve, në rrugën e dietarëve, të shahidave dhe të burrave të mirë, asesi mos lejo që na me deviju, qoftë në rrugën e atyre me të cilët ti je i dhënu, apo me rrugën e atyre të cilët kanë deviju. Ata janë për qëllim të parët janë jehudët apo hebranët të cilët kanë deviju duke pas dije, kanë deviju nga rruga e Musës alayhis salam, edhe të krishterët të cilët kanë deviju nga rruga e Isës alayhis salam duke mos pas dije. Pra kanë adhuru Allahun pa dije, kurse të parët kanë pas dije, mirë po prap kanë deviju. ومن شابههم من الطوائف المنحرفة. Po ashtu këtu hyn thot jo vetëm të këta dy palë, por çdo kush i cili e ndjek devimin, qoftë nga dija, qoftë jepet mas ibadeteve nga ignoranca. Të dytë domani janë devijum kush do të qoftë edhe nëse i thot vetës musliman. ولهذا الطوائف المنحرفة والفرق المنحرفة في القرآن مختصرة في الفاتحة المغضوب عليهم اليهود الضالين النصارى ومن شابههم من الطوائف المنحرفة. هذا ما يتعلق بتفسير سورة الفاتحة، وأسأل الله سبحانه وتعالى في التوفيق لنا ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب جزاك الله خير. عندك يعني تستطيع تعطي لهم نصيحة الآن خاصة للإخوة، يعني دقيقة غير هذا الدرس نعتبره. نعم. نريد النصيحة الآن لوجه الله للإخوة الذين جاءوا يرونك. نصيحة أنا أتيت بها من مكة، وهي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. أحد العلماء في مكة طلبت عنده العلم، فلما انتهيت قلت له أريد نصيحة، فأعطاني هذه النصيحة من 20 سنة. قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت في أي مكان، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. يعني أتبع السيئة بعمل صالح يمحو الله عنك السيئة، وخالق الناس بخلق حسن. هذا I thash unë këto që ndëgjum këtë ders, tash të jepja thash ty në djemve një këshill. Ta për japa të këshill që pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka dhënë si ymet, po ashtu thot para 20 vjetë kur kom mësuar të një hoxh në fund mësimit i kom thonë më jep një këshill, më ka dhënë këtë fjalë pejgamberit alayhi salatu wasalam, i cili ka thonë ki frik Allahun kudo që të jesh. Të jesh i devotshëm, domethënë kudo që shkon. Ittaqila haythu ma kunt wa atbi sayyi'at al-hasanata tamhuha. E dyta thot nëse ndodh që bën një vepër të keqe, rastësisht, pasoj me një herë me një të mirë që me ta fshijë të keqen, mos me të shkruaj shumë gata Allahu azza wa jall, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Edhe sillu me njerëzit me moral apo edukatë dhe sjellje të mirë. Thot këtë këshill po ja jap juve. Barakallahu fik. Jazakallahu khair sheikhana, barakallahu fik. Tash kam na fal Yatsin edhe Taravin hoxha, pastaj vitrin inshallah taala e fale unë, kështu që do të bani sabër. S'ka me zgat qatë sa une, jo ma shumë, se zgat. Barakallahu fik. La yutila alaykum kull shay.